apo ju shkojnë edhe juve nerva çdo video. Këto video që krejt po a tregojnë fëmijëve, po du mi ju pyet, a i këshën edhe ju vet najher, se mu po mduken goxhat çuditshme. Nëse fëmija ju është i lidh me YouTube 24/7, si jeni të vetmit. Sipas një studimi global, 80% e fëmijëve nga mosha 0 deri 7 vjeç përdorin YouTube e shumica përmes telefonit të prindërve. Po çka po kqyrin ata realisht? Unboxing, lodra, këngë çuditshme, e shumica e këtyre videove janë shumë të shkurta me animacione plot me ngjyra e tinguj që e kapin vëmendjen e fëmijëve. Po çka po mësojnë ata realisht? Shumë pak. Shumica janë thjesht shikueshme e jo edukative. Sipas teorisë bandurës, fëmijët mësojnë sjellje duke imituar ato që e shohin. E kur përmbajtja s'është e mirë, rezulton sjellje që nuk janë të mira. Mirë po, a është YouTube një platformë me potencial? Po përmbajtja duhet me qenë cilësore edhe edukative. Në vend tyne ju mundeni mi ofru fëmijëve filmat me trazhit gjatë që kanë strukturë, fillim, zhvillim, konflikt, zgjidhje. E kjo i ndihmon fëmijët me i kuptu emocionet, me zhvillu durimin edhe me ndjek histori komplekse. Që kjo quhet koherencë narrative edhe është shumë e rëndësishme për zhvillimin e të kuptuarit, thot ky artikull. E ju a mendoni se filmat e animum janë ma dobishëm se videot e shkurta në YouTube për fëmijë? Kallëzom komente. Për ma shumë video se kjo, bënja subscribe për banit në YouTube edhe në krejt platforma tjera.